Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. 80 milion euro është kredia që do të marrë Kosova nga Banka Zhvillimore Gjermane. Fondet do të përdoren për të mbështetur reformën në sektorin e energjisë dhe politikave klimatike. Ministri i Financave tha se kjo do të shërbejë si mbështetje buxhetore për reformat e parashikuara në kuadër të integrimit energjetik me rajonin dhe shtetet e tjera të Bashkimit Evropian. Pra bëhet fjalë për reforma të cilat na bin më afër, na sillin më afër drejt konvergjimit, qoftë në politika, por edhe gjithashtu sa i përket përgatitjes së sistemit tonë energjetik, qoftë për të bërë antar në të drejta të plota në ENTSO-e, e pastaj edhe për integrimin në tërë pra sistemin energjetik rajonal dhe më gjerë. Pra është një mbështetje jashtëzakonshme për cilin pra jemi falënderues ndaj shtetit gjerman dhe ndaj Bankës Zhvillimore KfW, e po besoj që bashkëpunimet tona do të vazhdojnë edhe më tutje, sidomos në fushën e energjisë, por edhe në fusha të tjera. Bashkimi Demokratik për Integrim kërkoi nga institucionet të publikojnë listën e kompanive përfituese nga kredia hungareze prej 200 milion eurosh. Partia thekson se nuk ka transparencë për mënyrën e shpërndarjes së fondeve dhe përfituesit konkret. Nga BDI thonë se sipas të dhënave të Enti Shtetëror të Statistikave, prodhimi industrial ka rënë me 9.4% në janar krahasuar me të njëjtin muaj të vitit kaluar. Ky është një tregues i qartë se mbi 200 milion euro nga kredia hungareze nuk kanë dhënë asnjë efekt në zhvillimin ekonomik të vendit. Përkundrazi, ende sot nuk ka transparencë se si janë shpërndar këto mjete dhe kush janë përfituesit e tyre. Për më tepër, të dhënat tregojnë edhe një rënje prej 3.6% të numrit të punësuarve të sektorit industrial, një sinjal alarmi për ekonominë dhe për standardin jetësor të qytetarëve. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Në një kohë që çmimi i naftës në Shqipëri ka psuar një rritje me rreth 16% nga fillimi i sulmit amerikano-izraelit në Iran, kryeministri paralajmëron tregtarët e karburanteve. Në një takim me importuesit, Edi Rama kërkoi që kriza të mos projektohet e tëra në supet e konsumatorëve. Në këtë mënyrë, sipas tij, shmanget rivendosje e bordit të transparencës. Nuk kemi parë të arsyeshme, edhe duke u nisur nga komunikimet e mëparshme me ju përmes ministrave, që të hedhim hapin dhe të kalojmë në bord, të merremi vesh që kriza në lindjen e mesme nuk mund të projektohet e tëra mbi supet e konsumatorëve. Kryeministri Rama kujtoi firmave tregtare se sipas ligjit kanë të garantuar një sasi furnizimi për rreth 100 ditë, ndërsa premtoi dhe futi në treg një operatori shtetëror si distributor shumice për të lehtësuar situatën. Ne kemi në konsultim publik ligjin për rezervën shtetërore, e cila do duhet të shtrihet fizikisht në 100 ditë, në 3 muaj më saktë. Jemi në punë për të finalizuar edhe një nisëm që kemi ndërmarrë për të futur në treg si distributor, garant dhe distributor shumice, një faktor shtetëror. Gjë që ne besojmë do ta bëjmë më të lehtë dhe për ju. Kryeministri përjashtoi mundësinë e rishikimit të taksës së qarkullimit. Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj në bashkëbisedim me furnizuesit e naftës paralajmëroi kontrolle të vazhdueshme për të parandaluar rritjen e mëtejshme të çmimit të karburanteve. Sipas ministres, ndonse në botë çmimet janë rritur deri në 40%, në Shqipëri rritja është nga 10 deri në 15%. Gjykojmë që nuk jemi ende në kushtet për të ringritur atë bord, ndonse hapësira ligjore ekziston dhe patjetër që nëse ne do të shohim që ka luhatje dhe ka abuzime në marzhet e fitimit, do të futemi në atë regjim, pasi qëllimi kryesor është mbrojtja e konsumatorit dhe garantimi që çmimi reflekton kostot aktuale. Ishte Delina Ibrahimaj. Shfaqje mediatike e komentoi deputeti i Partisë Demokratike në Bosdo takimin e kryeministrit Edi Rama me importuesit e karburanteve. Sipas tij, as bashkëbiseduesit dhe as mesazhet e Ramës nuk e zgjidhin çështjen që shqetëson shqiptarët sot, koston e 1 litri nafte, që sot kishte kapur 2.000 lekë, kur Kosova dhe Maqedonia, të dyja pa det dhe pa porte, paguajnë 30% më pak. Bosdo theksoi se çmimi i karburantit në Shqipëri është 2 herë më i lartë se Kosova dhe Maqedonia për shkak të taksimit të naftës me 60%. Zgjidhja sipas tij qëndron në rishikimin e taksës së qarkullimit. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.